Dhe procesi i rënjes, si i gjumit zemrës edhe i heshtis së zemrës, nuk është i menjëhershëm, nuk është i aty për atyshëm, është procesi gjatë. Ajo dën kohë, ajo ndodh pas një kohë gjatë. E Allah na tregon se nëse ne nuk ndërmarrim masa për me zgju këtë zemër, mujna me shkuruna Zot tek vulosja e zemrave tona. Dhe kjo është më e keqja që mund ndodh. Nëse na vuloset zemra në mëkate, në mosbesim, në mos përjetim të ibadeteve, atëherë është problem. Kemi kaluar në hipokrizi. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allahu thot këtyre njerëzve, kësaj kategorie, Allahu u avulos zemrat e tyre, edhe shikimet e tyre, edhe dëgjimet e tyre. Pra zemrat nuk ju përjetojnë më, sytë e tyre nuk shohin mirë, vetëm keq, sytë e tyre nuk mund me përballu halalin, e dojnë vetëm haramin, edhe veshët e tyre njëkohësisht. Prandaj ne sot shohim njerëz që është në gjendje ditë e natë me ngu muzikë, por nuk është në gjendje një ajet Kuranit me ngu. Me bo, mja citu, një ajet, mja këndu, s'le gjatë zez pa të thonë. I pengon një sejdë një muslimanin në xhami. Zemrën ja vret. Do mi plas zemra, pse këta shkojnë edhe mlidhen në xhami edhe falin. Si ja përballon pse ja ka vulos Allah zemrën. Ja ka vulos, s'u e përballon. Është në gjendje krejt llojet e lakurisisë me i pa. Madje kënaqet me i pa, nuk është në gjendje me përballu me pa një minutë një motër muslimane me hijab. Zemra i plasë me pa. Prandaj edhe i shohim çu reagojnë. Pse ndodh kjo? Ja u ka vulos Allahu zemrat. Në fillim ju ka fjet zemra, ju ka hesht shpirti, s'kan marr masa. Që ato pak vlera që kanë mujt me i pas, nuk i kanë rujt. I kanë zavendësu me antivlera. Antivlerat i kanë normalizu, pastaj i kanë dasht, pastaj i kanë promovu. E kur ti e merr bajrakun e promovimit liksive, atëherë Allahu ta vulos zemrën. Pastaj, jo që nuk e manë, po edhe lufton. Edhe ja, i shohim tash këta, lëvizjet e dëgjallit. Pse e luftojnë islamin? Edhe pse kanë emra musliman, edhe pse rridhin nga familje islame, edhe pse prindit e tyre i kanë emrat Hasan, Husen e Muhammed, edhe pse nënat e tyre janë varros me havale, kanë qenë me shami. Pse ndodh kjo? Për shkak se ju kanë vulos zemrat e tyre. Si pasojë harresës e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala.